Zonja dhe zotërim, mirë se vini në klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhepollari dhe në minutën vazhdim do t'jemi së bashku për cilë tek ju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Trajneri kombëtar Silvinjo ka publikuar sot listën me futbollistët e grumbulluar për ndeshjen zyrtare me Serbinë që do zhvillohet në 11 tetor në Leskovac dhe ndeshjen miqësore me Jordaninë në Air Albania. Nuk ka surpriza në listën e trajnerit brazilian, i cili vjen me këtë grumbullim për këto dy ndeshje. Në port Strakosha, Dajsinani, Simoni, në mbrojtje Hysaj, Balliu, Mitaj, Ali, Ismaili, Mihaj, Berat Gjimshiti, Ajeti dhe Klis Mancake, i cili grumbullohet për herë të parë në kombëtare, mbrojtës i cili vjen nga Shkëndijat e Tovës dhe ka pasur performanca të mira edhe në kompeticionet europiane. Në mesfush, Ramadani, Sheu, Aslani, Berisha, Laçi, Pajaziti, Bajrami, Hoxha dhe Asani. Në majën e sulmit, Broja, Uzuni, Manaj dhe Mirlin Daku. Grumbullimi i kombëtares niste ënën më 6 tetor në Tiranë, ku do të përgatiten për ndeshjen shumë të rëndësishme me Serbinë. Sa i përket këtij kundërshtari, trajneri Silvinjo u shpreh në konferencën e shtypit se është një ndeshje e rëndësishme për të qëndruar gjallë dhe të jemi drejt objektivit për të shkuar në botëror. Duhet të jemi shumë të përqendruar për të marrë fitoren. Duhet të paraqitemi shumë mirë që të kemi rezultat shumë të mirë. Nëse çdo gjë shkon mirë, është edhe play-offi. Objektivi në këtë moment është të përfundojmë në vendin e dytë. Kemi grumbulluar këtë herë Klis Mancaken, i cili hyn në grup sepse është momenti i lojtarëve me eksperiencë. Gripshi është një lojtar të cilin e ndjek prej 6 muajsh dhe më pëlqen shumë. Mehmetin e kam vizituar dhe në Bristol. Ne kemi shumë trafik në krahun e majt si Hoxha, Bajrami, Uzuni. Mehmeti me ne ka luajtur në të djathtë, por me ekipin e tij luan në krahun e majt. Ai ka luajtur ndeshjet e para me ne, e kemi pozicionuar në të djathtë. Është një lojtar shumë i mirë, nuk kam asgjë kundër tij, por preferoj të mos shkoj me 26 apo 27 lojtar. Seferi ka bërë një rrugtim shumë të mirë me kombëtaren ton, por jam i kënaqur me lojtarët që kemi grumbulluar. Dua të përmend edhe Çokajn, i cili më ka pëlqyer shumë në ndeshjet e fundit. I ekuilibruar edhe taktik, por në thelb kjo është lista dhe lojtarët. U shpreh trajneri Silvinjo.